bërë qartë ka lëshuar mandat arresti apo jo. Geron Meçën, ish ortakun e Frangut, i cili ka 2 muaj apo 3 që është narrati, pasi doli nga pegmarrja e organizuar nga Ergys Agasi me porosi të Edi Ramës dhe familjes, ka apo jo mandat arresti për Linda Ramen e implikuar direkt sipas regjistrimeve ambientale në tenderat e familjes pra të Frangut, Armand Frangut, dja apo pardje ju informova se në kopshtin privat të Edi Ramës, ajo është famozi Ermal Beqiri, ajo është Lubia Bis, Mirlinda Kaçanaj, Edi Rama në mes dhe koordinatori i tij për mafjen dhe të gjitha problemet e zeza, Ergys Agasi, mungojnë aty nga zyrtar Vlora Juseni, e cila ka qenë e ati anturazhi. Ky është famozi Geron Meçë, ortaku, kurse ky është baxhanaku i dashur, që çonte parat me valixhe në familje. Maje këtu. Ose, të lutem, edhe një nga e para, kjo është Armand Frangu. Geron Meçë. Dhe këta janë grupi strukturuar kriminal, masakt organizat kriminale. Para jush, kam denoncuar me 10 herë Armand Frangun si njeriu që me kompanitë e tij fitonte me kontrata sekrete, nga kjo kryemafjosja e familjes. Shifeni. 96% të gjitha fondeve. Tjetër, ky është Geron Meçë, njeriu i cili pohon më është me regjistrim, se tendrat i përcakton se ABC-ja është kompani e Baxhos, e Baxhanakut, dhe se jo vetëm ai ndërhyn, po ndërhyn zonja Rama në përcaktimin e tendrave. Kjo është regjistruar. Dosjen e ka patur prokurori me mbiemër Mara, të cilin thuhet se Dumani deshte ta zhdukte, asgjësonte, po kur mësuan se dosja ndodhej, edhe diku tjetër e sejvuan, por nuk e asgjësuan. Ja, ky ka histori interesante, do nalim pas, shko me tutje më poshtë tani. Më poshtë. Tani. Janë në një vit 800 transaksione nga thesari shtetit
në kontot e 2 kompanive të Bazhanakut, B, 360 dhe ABS dhe më vonë e ndryshor ABSLI e tjere në lojrat që kanë bërë. Në qoftë se në vitet 2005-2013 ka patur vetëm 18 kontrata sekrete dhe ato ekskluzive për shërbimin informativ kombëtar dhe prokurorinë e përgjithshme dhe për asnjë institucion tjetër, nxirë edhe një atë kryemafiozën pas lubis, kjo që shifriu, ka zhvilluar 250 kontrata tendra sekret dhe kontrata sekrete. Në kundërshtim flagrant me çdo ligj, përveç ligjit që duhet të vjedh familja Rama. Ligji që tendrat duhet i marrë familja Rama. A mund të imagjinoni ju këtë? A mund të imagjinoni që kjo mafioze e pa imagjinueshme 96% të gjitha shumave të prokurorat ja u jap 2 kompani. Prisi tani, ka zhvillim tjetër. Ma nxirë pak tani atë Ermal Beqirit. Jo, kjo është Armand Frangu, kjo është me Bazhanaku. Ai ishte i parë, ai që më nxorë para Ramës. Tjetër, ky, ai, nxirë pak. Qa bëhat, atë që po nxirë atë mbajët. Jo këtë, qoje, tjetëri, ky. Por zë të lëra ty të... po. Ky është Ermal Beqiri, famoz. Ky është personi që u përdor nga taulan që dërgoi Edi Rama për të marrë të gjithë, për të zbrazur komplet dhe eksportuar të dhanat e Timsit. Ky person është strumullar kryesor në të gjitha vjedhjet që janë bërë në AKSH dhe një sëri institucionesh tjera. Jo, më falni, ky është Geron Meçe. Nuk është Ermali. Por Gerondi është ky. Çfarë ndodhi këtij që ta dini ju? Kthe morën peng. U prishën pazaret sidomos pasi ky deklaroi ndër regjistrim